Ju lutem zoti Berisha. Ashtu është bërë deri tani, është lexuar pyetja dhe është vijuar me përgjigje. Ju lutem. Ju lutem zoti Berisha, mos ndryni, ju lutem. Po lexohet pyetja dhe vijohet me përgjigje. Zoti Dumani, fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar. Pyetje të bëra nga deputeti Luciano Boçi. Pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm me Edi Ramën? Pse nuk mban ai përgjegjësi penale për çështjet e mërsipërme pasi rendit disa çështje? Për shembull, që ka miratuar në këtë kuvend ligje që i ka shkruar Klodian Zoto, e keni thënë ju. Nuk e kemi thënë ne si opozitë. Pra, lideri i opozitës duhet të përndiqet prej 3 vitesh pse ka miratuar ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave, se një nga mira e mira përfitues është familja e dhëndrit e tij, gjëja më normale në botë e që ndodh kudo. Edhe ne deputetët, në klapa kjo, edhe ne deputetët miratojmë pagat tona. Çfarë do të thonë? Kjo me qenë se përfitojmë edhe ne, duhet të ndiqemi për korrupsion, ndërsa Edi Rama që miraton ligje për llogaritë të vetëm një afere korruptive, po sipas jush, jo më vetëm sipas nesh tashmë, siç është afera e inceneratorëve, apo që ja shkruan përfituesi Klodian Zoto, ai nuk ka asnjë përgjegjësi penale. Për SPAK nuk ka të paprekshëm, në çdo procedim penal të regjistruar hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe mëtej edhe në drejtim të autorëve të veprës penale. Në të gjithë këto raste që ju përmendi, prokurorët e çështjes kryejnë hetim të gjithanshëm dhe objektiv me qëllim grumbullimin e provave dhe ngritjen e akuzave. Siç edhe herë të tjera kam deklaruar publikisht, për prokurorët e posaçme nuk kanë rëndësi emrat, por vetëm provat. Pyetje tjetër e bërë nga deputeti Luciano Boçi. A i keni dëgjuar ju ultimatumin e kryeministit Edi Rama, thënë publikisht në shkurt 2025, që SPAK mos guxojë të dalë në terren dhe të afrohet partive politike në fushat, të mos guxojë të gjurmojë partitë në zgjedhje. E vërteta është që në fakt ju, edhe pse bëhet shpërndarjen e prokurorëve nëpër territor, përveç ndonjë vizite disa orë në ndonjë qark të caktuar, prokurorët dhe hetuesit e BKH as ishin në terren, as gjurmuan partinë e kryeministit, as nuk dërmorën ndonjë arrestim në flagrancë për krime zgjedhore. Thoni, kemi në hetim disa çështje. Pra, po përpiqeni të gjeni prova. Por ju kujtoj që zgjedhjet kanë 6 muaj që kanë përfunduar. Tani pyetja ime është, nëse nuk ishin në terren gjatë zgjedhjeve për të gjetur prova, kur do të gjeni zgjedhjet e tjera? Kur do të gjeni zgjedhjet e tjera? Prokuroria e posaçme ka qenë dhe prokuroria e posaçme përfshi prokurorë dhe hetues të byros kombëtare të hetimit kanë qenë në terren, ka qenë edhe në zonën që ju keni drejtuar politikisht zoti Boçi, dhe ju e dini shumë mirë se sa e vëmendshme ka qenë prokuroria e posaçme edhe ndaj denoncimeve publike të bëra, edhe nga ana juaj, ku pas një denoncimi publik të bërë në media lokale, je kontaktuar nga hetuesit e byros kombëtare të hetimit dhe të shbër e ditur, jeftuar, të japësh të dhëna, indicje apo dhe kallëzim penal lidhur me faktin që ju e kishit denoncuar më parë në një emision në media. Në të njëjtën kohë, me kontaktin që mori me ju, hetuesit e byros kombëtare të hetimit, së bashku me policinë e shtetit, bën verifikimet përkatëse lidhur me pretendimin tuaj në zonën ku ju denonconit dhe nuk rezultoi që të ekzistonte ajo situatë e bërë e paraqitur në denoncimin tuaj publik. Dhe prokuroria e posaçme thash ka qenë në të gjithë rrethët pothuajse. Atje ku ka patur problematik, ka marrë kontakt me përfaqësues të partive politike, me qytetarët, me prokuritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, me policinë e shtetit, duke kryer edhe veprimet konkrete hetimore. Për të vazhduar te pyetja tjetër e zotit Boçi, pastaj thoni që partitë politike bën kallëzim me indicje, po nuk sollën prova. Por ju duke patur hetues BKH, policinë shish, mjete procedurale, si kontrolli dhe përgjimi,
Dhe sot që flasim thoni s'kemi ende prova, po i kërkojmë e po jetojmë për 40 procedime një shprehur. Po partitë politike, përveç indicjeve, çfarë tjetër mund të sillnin? Dini gjë që kemi shërbime hetimore ne në përbërje apo policë, apo mund të përgjojmë e kontrollojmë ambientet e caktuara. Po, ne kërkojmë që partitë politike dhe drejtuesit politik të tyre të ngrihen në nivelin e qytetari të Republikës së Shqipërisë, të cilit i kërkohet në rast se vjen e dieni të një krimi të kallëzojë krimin. Kjo kërkohet edhe nga drejtuesit e partive politike dhe sa e takon hetimeve, edhe sa e takon zonës që ju keni mbuluar zoti Boçi, kemi disa procedime të cilat vazhdojnë dhe po kryen hetime me qëllim evidentimin e autorëve përgjegjës të veprave penale. Një nga krimet më të mëdha, pyetja tjetër e zotit Boçi, është një nga krimet më të mëdha dhe ende të pasbardhura për sa i përket autorëve, jo thjesht zbatuesve për cilët ka akuza konkrete nga numri 2 qeverisë atëhershme, është kanabizimi i vendit në vitet 2016-2017 e në vazhdim. Pastaj vazhdoni parashtrimin tuaj dhe pyetja është, a keni filluar ju një hetim konkret për këtë krim me autor kryeministin e Shqipërisë? Jo, nuk kemi filluar një procedim penal.